Ndërsa Shtetet e Bashkuara përballen me pasojat politike dhe shoqërore të publikimit të dosjeve të reja të lidhura me Jeffrey Epstein, një hetim i thelluar në New York Times rindërton për herë të parë me detaje burimin e pasurisë së tij, e cila për dekada ka qenë e mbuluar nga misteri. Për vite me radhë, rreth figurës së Epstein kishin qarkulluar teori konspirative që e përshkruan si ish agent sekret apo si organizator të një rrjeti shantazhi të sofistikuar ndaj elitave politike dhe financiare. Hetimi i gazetës amerikane rrëzon këto hipoteza duke përshkruar Epstein si një mashtrues serial që ndërtoi pasurinë duke u shtirur si pjesë e elitës që synonte të shfrytëzonte. Jeffrey Epstein lindi në një familje hebreje modeste në Coney Island, një periferi e New Yorkut. Babai i tij ishte kopshtar ndërsa nëna pastruese. Asgjë në përjarjen e tij nuk sugjeronte pasurinë apo ndikimin që do të fitonte më vonë. Në vitin 1976, në moshën 23 vjeçare, Epstein punonte si mësues matematike dhe fizike në një shkollë private elitare në Manhattan, do nëse pa diplomë universitare. Ai u pushua nga puna pas dyshimeve për sjellje të papërshtatshme, por krijoi lidhje të rëndësishme me prindër të pasur të nxënësve. Njëri prej tyre i hapi dyert te Wall Street duke e prezantuar një drejtues të lartë të kompanisë financiare Bear Stearns. Megjithatë, u zbulua në diplomat e tij se ishin të falsifikuara. Epstein u fali dhe u punësua duke përfituar paga të larta dhe aksese në qarqe të mbyllura financiare. Brenda pak vitesh ai u bë takërime të ardhura vjetore që arrinin qindra mijëra dollar. Pas largimit të Bear Stearns në akuza për shpenzime të papërshtatshme, Epstein vazhdoi të vepronte duke u shtirur ende si përfaqësues i kompanisë, duke mashtruar investitor dhe sipërmarrës. Mashtrimi i tij i parë i madh u regjistrua në vitin 1982 kur përfitoi rreth $450,000 duke premtuar investime në sektorin e naftës, para që nuk u kthyen kurrë. Pavarësisht shkallëzimeve në procesin gjyqësor, Epstein shmangu ndëshkimin penal përmes të lidhjeve personale dhe informacioneve konfidenciale. Ai vijoi të ndërtoi pasurinë duke përfshirë investime të dyshimta dhe skema financiare, por më vonë u cilësuan si mashtruese. Në fund të viteve 80, Epstein kishte grumbulluar rreth $15 milion. Takimi vendimtar ndodhi në fillim të viteve 90 kur ai u njoh me miliarderin pronarin e Victoria's Secret, i cili i dha kontroll të gjerë mbi financat personale dhe biznesin e tij. Ky bashkëpunim shënoi fillimin e pasurisë së madhe që do ta shndronte Epstein në një nga figurat më të errta dhe më të diskutueshme të elitës amerikane. Hetimi i New York Times përfundon se pasuria e Jeffrey Epstein nuk ishte rezultati i ndonjë komploti shtetëror, por një modeli të përsëritur mashtrimi, shfrytëzimi dhe bisedimi dhe dështimi të institucioneve për ta ndalur në kohë.